Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër ka përballuar përgjatë vitit 2025 një volum të lartë pune, ku në total janë administruar 2132 çështje. Në analizën vjetore të punës së kësaj gjykate u pohua se shqetësim mbetet dosjet e mbartura ndër vite, ndërsa në 2025 ato reduktuan me vetëm 35% të çështjeve. Gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër ka përballuar përgjatë vitit 2025 një volum të lartë pune, ku në total janë administruar 2132 çështje. Në analizën vjetore të punës së kësaj gjykate u pohua se shqetësim kanë qenë dosjet e mbartura në vite, ndërsa në 2025 ato reduktuan me 35% të çështjeve. Përgjatë një viti kanë përfunduar gjykimin 2073 çështje, ndërsa 1257 të tjera janë mbartur për shqyrtim në vitin 2026. Sipas statistikave të gjykatës, kriminaliteti në qarkun e Gjirokastrës karakterizohet kryesisht nga vepra penale me rrezikshmëri më të ulët, krahasuar me qarqet e tjera. Ditën e sotme ne zhvillojmë analizën vjetore për vitin 2025, siç e dini edhe ju, po dhe sipas raporteve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sistemi gjyqësor në përgjithësi, po dhe gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm në veçanti është përballur me një backlog të çështjeve, pra të pa vendosura në lëvizje dhe të pa evaduara, siç i themi ne. Viti 2025 ka një tregues pozitiv në lidhje me evadimin e dosjeve, me vendosjen në lëvizje, me dhënien e vendimeve përfundimtare nga ana e gjykatës. Trupa gjyqësore për vitin 2025 është plotësuar sipas organikës gjithsej në 7 gjyqtar. Besoj që viti 2026 do na gjejmë me tregues edhe më të mirë, me shpresën që evadimi dhe backlogu të jetë në vlera shumë të ultra, me dëshirën më të madhe për të qenë zero. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore në bashkëpunim me Policinë e Shtetit ka ndaluar me iniciativë punojësit e policisë të Komisariatit të Sarandës, Komisar Gëzim Bashllari me detyrë shef komisariati, nën komisar Andi Duro, specialist për hetimin e krimeve, nën komisar Ajdin Islamaj, specialist për rendin, inspektor Robert Çulli, specialist zone, ndaj të cilëve rëndojnë dyshime të forta për konsumimin e veprave penale, shpërdorim detyre parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal, kryerja e veprimeve arbitrare parashikuar nga neni 250 i Kodit Penal, mosmarrja e masave për të ndërprerë gjendjen e paligjshme parashikuar nga neni 251 i Kodit Penal i kryer në bashkëpunim. Nga veprimet hetimore ka rezultuar se këta funksionar policie dyshuesi kanë lejuar dhe favorizuar ndërtime pa leje në qytetin e Sarandës, duke mos marrë masat ligjore për ndërprerjen e paligjshmërisë dhe duke kryer veprime procedurale në kundërshtim flagrant me kodin e procedurës penale. Sipas të dhënave hetimore, persona nën hetim dyshuese kanë krijuar skema me qëllim përfitimi të paligjshëm, shmangje të përgjegjësisë ligjore dhe favorizim të subjekteve të lidhura me struktura kriminale që operonin në territorin e Sarandës. Ndërsa AMP inkurajon dhe mbështet çdo denoncim të ardhur nga qytetarët dhe mediat, duke garantuar trajtim të paanshëm dhe verifikim të plotë të çdo informacioni në funksion të zbatimit të ligjit dhe rritjes së besimit publik. Rënja drastike e importeve për përpunim aktiv gjatë muajve të parë të vitit 2026 sinjalizon një thellim të krizës për industrinë fason. Sipas të dhënave zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, vlera e lëndës së parë në Shqipëri për të rieksportuar ka zbritur në rreth 29.5 miliard lek për 3 mujorin e parë, duke shënuar një tkurje me 1.7% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2025 dhe rreth 33% krahasuar me vitin 2023, kur ky sektor regjistroi kulmin e tij prej rreth 33% krahasuar me vitin 2023. Ky trend rënës, i cili nisi të bëhej dukshëm në vitin 2024, tregon se sektori po përballet me humbje sistematike të porosive nga partnerët e huaj. Situata paraqitet veçanërisht kritike nëse analizohet curia e muajit mars, i cili historikisht shënon të kulmin e prodhimit, por që këtë vit ka rënë në nivele minimale prej 10.8 miliard lekësh. Rënja e vazhdueshme e industrisë së përpunimit aktiv gjatë 3 viteve të fundit diktohet nga një seri faktorësh. Sipas fabrikave, faktori kryesor është forcimi pa precedent i monedhës vendase ndaj euros, i cili ka goditur drejt për drejt marzhin e fitimit të fabrikave shqiptare, duke qenë se këto biznese i nënshkruajnë kontratat me partnerët e huaj në euro, por shpenzimet e tyre operacionale,
si pagat, energjia dhe taksat paguhen në lek. Vlerësimi i valutës ka bërë që të njëjtat vëllime pune të cilin shumë më pak të ardhura, duke i çuar shumë ndërmarrje drejt bieteses ose falimentit. Paralelisht me goditjen që erdhi nga forcimi i lekut, industria po përballet me një rritje të ndjeshme të kostove të brendshme, ku peshën kryesore është rritja vazhdueshme e pagës minimale dhe mungesa e fuqisë punëtore në anën tjetër. Shqipëria ka humbur avantazhin e krahut të lirë të punës, duke bërë që të mos jetë më destinacioni i preferuar për marka ndërkombëtare, të cilat tashmë po i orientojnë porosit e tyre drejt vendeve të Afrikës së Veriut apo Azisë Qendrore, kur kostot mbeten më konkurruese. Ekonomia shqiptare është ekspozuar ndaj luhatjeve në çmimet globale të naftës. Një analizë e Bankës së Shqipërisë tregon se rritja e çmimit të naftës përbën një goditje negative nga ana e ofertës, e cila mund të përcillet në ekonomi në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të tërthort. Banka e Shqipërisë vlerëson se intensiteti dhe kozgjatja e ndikimit do të varen nga kozgjatja e konfliktit, rikthimi i prodhimit në nivelet përpara luftës dhe qëndrueshmëria e çmimeve në tregjet ndërkombëtare, duke e bërë këtë proces të kushtëzuar nga zhvillimet gjeopolitike dhe objekti një monitorimi të vazhdueshëm. Transmetimi në inflacion ndodh përmes dy kanaleve kryesor, kanali i drejtpërdrejtë dhe me veprim të menjëhershëm, i cili reflekton rritjen e çmimeve të karburanteve për konsumatorin në transportin individual dhe kanalet e tërthorta, me veprim të ngadalt por më të qëndrueshëm, duke përfshirë disa mekanizma ndërveprues. Së pari, rritja e kostove për bizneset, e cila transmetohet gradualisht në çmimet e marrave të tjera dhe të shërbimeve, duke gjeneruar presione më të gjera inflacioniste. Së dyti, dobësimi i kërkesës agregate në kushtet kur kërkesa për naftë është relativisht jo elastike dhe rritja e çmimeve përkthehet në kërkesim të termave të tregtisë. Së fundmi, ndikimet që burojnë nga ngadalësimi i aktivitetit ekonomik dhe rritja e inflacionit në partnerët tregtar. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.